po ti qari e thot, që i man këto teshat? Thash unë jam Xhaxhi Prifti. Tha, ti vesh robat e babazotit, tha. Po, i thashën, unë i vesh robat. Kthehemi tek pyetja, pse Serbët do të lënë Rado? Çka kiti me ta? Unë nuk kam asgjë. Ai ke prek shteta ju? Unë nuk kam asgjë me ta. Ata kanë me Kosovën edhe me kishat në Kosovë. Pse ju dham ka çfarë kur i prek në kish ata? Sepse ata shtetin e humbën, tokën e humbën, tani ka ngelur tek kishat. Edhe sigurisht që edhe ato pak kisha që kanë këtu në Kosovë dhe ato do t'i kthehen institucionit zyrtar, cili është kisha ortodokse autokefale e Kosovës, dhe sigurisht do drejtohen nga kryepeshkopi i shtetit, mund t'jem unë, mund t'je dikush tjetër, nuk e dim. Kam qenë për të lobuar në Greqi, për të mbledhur firma nga manastire të ndryshme, që njohin autokefalinë e kishës sonë, pra pavarësinë. Dhe në ditën e dytë, murgjit që jetonin atje, i bën përshtypje një makinë me targat kuqe, dhe ishin targat të Beogradit. Po. Unë e kam bërë publike rastin. Është publike rastin? Është publike rastin. A ka fakte argumente? Përshkak se zakonisht vitu në emision kritikujnë pa fakte, pa... Jo. Rastin e kemi bërë publik. Aj, pas ke morë me vetë. Unë kërkova ndihmën e dikujt këtu, shikonim makinën, pra që është e parkuar. Kjo është makina me targa të Beogradit, po, dhe tjetra është fakti që tregon llojin e makinës, pronarin e makinës dhe të gjitha. Çka tregon ai, kush është? Dhe nëse do ta lexojmë me kujdes, këtu lexon kjo targ dhe kjo makinë i përket Ministrisë së Republikës së Serbisë. Serbisë, thot Ministria e Mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes, po. Akia, sigurimi. Udba i shtetit serb. Unë nuk e kuptoj se ku e gjen kurajon edhe guximin shteti serb edhe kisha serbe të përndjekë një qytetar të Republikës Shqipërisë. Dhe për më tepër të përndjeki kryepeshkopin e kishës ortodokse autokefale të Kosovës. Kush i ka bërë këtë fatë këtu, më fal? Murgjit që ndodheshin tek manastiri. Atje në... Ata veç të kanë përcjellat, nuk është që të kanë thonë diçka. Jo, asgjë, vetëm kanë përcjell. Më fal hirsi. E informoti organet e shtetit? Unë kam informuar të gjithë organet shtetërore. Të Kosovës, po. Të Kosovës, patjetër. Po. Përfshirë dhe ambasadën amerikane këtu në Kosovë. Po. Duke qenë se kjo është diçka ne nuk po na lejojnë, tani po flas në numrin shumës, nuk po na lejojnë që të ushtrojmë besimin ton fetar në shtetin e pavarur të Republikës Kosovës. Madje kanë bërë një kallëzim penal, dytë nëse s'do. Përsëri kam kallëzim penal. Provi kanë bërë shumë kallëzime penale. Një unë e ka fituar. Marrë e shkreti, tash dytën ja kanë bërë përsëri. Dhe si është e mundur që policia e Republikës Kosovës pranon denoncime nga një grupim njerëzish që thot ne nuk ju njohim ju si shtet. Kjo nuk është normale, kjo është anormale, kjo nuk ka logjik, nuk bën sens. Se në momentin që unë nuk të njoh ty, unë nuk të konsideroj fare. Pra ti dhe nuk më njeh dhe kërkon ndihmën time. Po të sa ta se njohin shtetin e Kosovës, është e drejtë, ko drejtë prof. Pra dhe nuk e njohin shtetin e Kosovës dhe ankohen tek shteti i Kosovës. Unë nuk di se çfarë ti them kësaj. A ke dëgju, ambasador se ishta ndërlidh këtu dhe edhe fjalimin e presidentit amerikan Donald Trump që tha para disa javëve Serbia ka dashur me sulmu Kosovën, tha po unë e kam shpëtu. Ajo është më e qartë se drita e diellit. Kush e shliroi Kosovën? Kush e ndihmoi Kosovën? Amerika. Kush i boni? Absolutisht në pjesën demokratike, për shtetet demokratike, e vendime shtetet demokratike pa Amerikën do të ishte një zero. Secili ka thënë Churchilli, në politikë nuk ka dashuri, politikë ka interesat përhershme.
Edhe qaja Angli, për shembull që dikur e ka bërë Shqipërinë londineze, soptu më qaja Angli e njëjtë Angli sot Shqipërisë ja jep krahën në gjitha ondë. Sepse i kanë pas shumë mirë sinqeritetin dhe përkushtimin e dashurinë e këtij populli që është i vërtet. Edhe është i përkushtuar. Dhe është i drejtë. Është i drejtë. Sepse ne po kërkojmë diçka që është e jona, po kërkojmë shtetin ton. Tash mu herësi po më çudit një fakt. Pse çuditesh me reagimet e Serbisë? Ata kanë program shtetor është i tyre. Edhe këtu me Ferizaja, burgosën njerëzit që punojnë sot për Serbinë, shqiptarë. Dhe je pak, që dihen. Ata që s'dihen, sa janë. E sa janë bizniseve, sa janë ato... Rasisht e kënova kongë para emisionit. Nuk e di për kongën, nuk po du të komentoj për këtë. Po, në gjë, në këtë veprim tonin, këto veprime tona që janë për ndihmë, që kanë thelbin e kombëtarës, edhe ndërtimin e kombëtarës, kjo është luftë. Ata përdorin mundësitë e tyre, ti përdorin mundësitë tua. Vetëm se shteti i Kosovës dhe kryeministri që i cili fatkeqësisht nuk po e formon dot qeverinë, me aq sa unë jam në dieni dhe kisha janë është dieni, kryeministri edhe shteti duhet, shteti i Kosovës, pa kishën e vet ortodokse kombëtare shqiptare, është një shtet gjysmak. Trekëndshi i Bermudës në Thonjza, po e themi në Thonjza, në Prishtinë nuk është formuar akoma. Kemi një katedrale të mrekullueshme të Kishës Katolike, cilët i përshëndesim të gjithë klerikët katolikë, edhe i duam shumë. Tani po ndërtohet edhe xhamia për të gjithë besimtarët muslimanë që i përshëndesim dhe i duam shumë, ata që janë jo politik, dhe na mungon dhe katedralja jonë ortodokse. Dhe ne kemi një skic, një plan projekt që do t'ja paraqisim komunës edhe shtetit dhe gjithë biznesmenëve që do duan të na ndihmojnë të rikthehemi lavdisë së dikushme, një komb i madh dhe trim si ne me 3 fetë e tij. E vërtet, bravo, do të gjeni për atë dikon. Ne afata i hamat, edhe pse është a ka mundësi ndërhyrje, urdhë? Më tha përsëri atë. Është gjë e jashtëzakonshme, Sadri, kur njerëzit të mbajnë mend për atë që ke qenë, jo për atë që je. Bravo, Dashni, dhe vërtet. Pra, unë mund të bëhem edhe patriarku i Konstantinopolës, po unë përsëri për njerëzit, edhe për popullin, edhe për besimtarët, do të ngelem thjesht atë Nikola Xhufka.